Shpella e shkruar e Lepenicës ka marrë së fundmi vëmendjen e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe pritet të shpallet monument kulture, ndërsa aktualisht ka vetëm statusin mbrojtje paraprake. Shpella gjendet në perëndim të fshatit Lepenicë në Vlorë dhe sipas arkeologut Kriledian Çipa, ajo ka marrë vëmendje fal bashkëpunimit edhe me Shkollën e Lartë të Konservimit të Galicias në Spanjë përmes projektit kërkimor shkencor të quajtur Lepenica 2019. Kjo shpallje në mbrojtje paraprake është shumë e rëndësishme për të dëshmi të rrallë të artit prehistorik që ne kemi në Shqipërinë jugoperëndimore. Vjen në vëmendje vlerat që ka ky sit i rëndësishëm arkeologjik, por vjet edhe në mbrojtje dhe si thua i garantohet një perspektivë që ky monument shumë i rëndësishëm prehistorik të vjoj të jetë një vlerë e rëndësishme. Statusi aktual i mbrojtjes paraprake i shërben ruajtjes së vlerave derisa të merret titulli monument kulture. Piktura shkëmbore i ruan vlerat e saj, e ruan integritetin e saj dhe sigurisht duke qenë një monument apo një art shkëmbor që daton të paktën rreth 3000 vjet para erës sonë, periudhën e neolitit të vonë ose ndoshta edhe në periudhën e bronzit të hershëm, është një monument që patjetër e meriton statusin monument kulture të kategorisë së parë. Shpella e shkruar e Lepenicës është formuar në shkëmbij ngëlqeror, e ndodhur në një lartësi rreth 800 metra mbi nivelin e detit. Ajo ka më shumë formën e guvës, por në muret e saj ka vizatime të hershme, të cilat do të tërheqin edhe turistë e vizitor. Pas shpalljes monument kulture pritet të nisë restaurimi, pasi pas viteve 90, fatkeqësisht banorët e zonës i kanë dëmtuar pikturat, duke shkruar emra e shenja të tjera që dëmtojnë gjurmët e historisë.